Nesër do ketë një referendum për rikonfirmimin e kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha. Po, kandidat i vetëm ka nevojë të bëhet votim, çfarë do të thotë referendum? Referendumi është me zgjedhje. Po, dakord, me zgjedhje, po të flasim... Je për këtë zotëri, për Sali Berishën, po jo, apo abstenon? A do ketë 3 variante për të votuar? Po jo, abstenon. Megjithatë, zoti Berisha nuk bëri ditur se sa është numri antarësisë që është thirrur të votojë. Po të gjithë janë thirrur të votojë, pra të gjithë antarësiat, shohim se kush... A ka një numër antarësie? Po, numri antarësisë është diku tek, në mos gaboj, se nuk është se kam shifrën... Ja, prafërsisht, patjetër. Nuk është se kam shifrën e saktë, po diku tek mbi 80.000 antarë, prafërsisht. Sepse gjatë gjithë kësaj kohe janë bërë pra është dashur shumë të harrje listave, listat vjetra, listat reja, persona të larguar, pra ka pas një punë voluminoze, po jap një shifër të përafërt për të qenë pra ajo udhëzimi që doli nga zoti Noka atëherë u arrit që të bëj pastrimin listave që të ketë një formatim ndoshta të antarësisë së Partisë Demokratike. Kjo puna e listave, me thënë të drejtën, është një sfidë e përhershme për shkak të disa mbivendosjeve, sidomos gjatë këtyre viteve të fundit. Ju i dini, po themi, hallet që e kanë zënë Partinë Demokratike në këtë 5 vjeçën e fundit, me Basha, logoja andej këtej, firma vula derisa erdhen betejë ligjore e me radhë, ka pas disa mbivendosje, por se sekretari i organizimit, më në krye zotin Ervin Minarolli, po punon për ditë për të arritur një listë e cila është koherente, është e saktë, është më në fund e totale, po themi. Gjithsesi, votuesit do kenë drejt për 3 variante votimi në flet, thash. Po, 3, po, jo ose abstenoj. Dhe sigurisht tu do dali rezultati. Do të ndalesh edhe pak në zhvillimin e Partisë Demokratike për të pyetur sigurisht për i barin e famshëm ku janë ndarë palët sërish si të shpriten në 2 kampe të ndryshme. Është një raport, shikohet në 2 këndvështrime. Megjithatë, do e kem pyetje pasardhëse të kësaj. Na shoni kuriozitet, çfarë po ndodh me statutin e Partisë Demokratike? Shpesh diku kam lexuar do ketë një formë presidenciale, do ketë ndryshime. Çfarë do ndryshojnë në statutin e Partisë Demokratike? Është një grup pune i cili... Një kuriozitet do na e shuash për detaj. Është një grup pune i ngritur me juristë partisë dhe po themi me njohës të mirë dhe të vjetër të statuteve dhe të ligjësive të brendshme të Partisë Demokratike, i cili po punon dhe në kuvendin kombëtar që është me 30 maj, edhe do të prezantohen 2-3 ndryshime, të cilat unë dua t'i lë që t'jenë për kuvendin e 30 maj dhe t'jenë, po themi, skup i asaj dite. A do janë thelbësore? Shiko, çdo ndryshim në kushtetutën e partisë është thelbësor, sepse... Sigurisht ka thelbësor, po të ndryshosh strukturën e drejtimit është edhe më thelbësore. Nuk e di këtë, do të gënjeja po thoja që do ketë ndryshime në strukturën e drejtimit. Shiko, struktura e drejtimit ajo është, leadershipi dihet, pra ti mund të ndrosh emrin një zyre ose një zyrtari, por hierarkia mbetet gjithmonë ajo me kryetarin e partisë, nën kryetar, pastaj vendoset sa janë, a janë 2, a është 3, a është 1, a është 4, pra në varësi të dinamikave të brendshme ti vendos edhe sa dhe cili është numri. Pastaj shkon burra, gratë, gjitha këto 30%, kuotat, përfaqësim diaspore, po sigurisht të gjitha dinamikat që e përbën shoqërinë si këtu, si edhe jashtë, sepse Partia Demokratike tani ka dhe shqetësimin si çdo forcë moderne edhe të diasporës, pra të elektoratit që është jashtë dhe nuk është i pakët, kështu që gjitha dinamikat dhe prandaj do ketë ndryshime edhe në statut për të përfaqësuar këto dinamika, sepse gjërat kanë lëvizur dhe Partia Demokratike duhet lëviz bashkë me to. Pra, Partia Demokratike që e mban sekret gjithsesi do ta ndjekim në kuvend. Nuk është sekret, po unë nuk dua të them një gjë e cila nuk është konkluduar ende. Pra, është pjesë e strukturat brendshme dhe po ta them unë këtu, pra shkoj kundër. Kam parë 2 deklarata sot mbi i barin. Zoti Berisha që deklaron u vendosën piketat që opozita ka pas kërkuar dhe realisht
janë piketa për mendimin tim të forta, patronazhistët, lufta ndaj korrupsionit, keq përdorimi administratës zgjedhje, pra ishin shumë piketa që ishin vendosur atë që shkojnë në favor të opozitës. Megjithatë kemi nga ana tjetër zoti Rama që thot balta u shpla, ne morëm i barin. Shiko. Pra nuk e thamë këtë balta u shpla, po? I paka shumë, po e kuptoj. Zoti Rama këtë e bën zakonisht, sigurisht është në drejtën e tij, ne jemi në drejtën tonë për të thjellësuar apo për të qartësuar gjërat. Ne e para duhet ndarë i bari në Partinë Demokratike, askush nuk mërzitet, askush nuk shqetësohet, madje e kundërta Partia Demokratike e mbështet, e ka mbështetur, do ta mbështes çdo hap integrimi të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe Partia Demokratike e ndan, dëshiron ta ndajë dhe do ta ndajë i barin nga kushtet. Kushtet janë aty. I bari është kaluar, po i bari është një teknikalitet, kushtet, sepse nuk ka një i bar, janë disa i bar. Pra, kjo puna e integrimit është kalim me pengesa, kush e njeh atletikën, e di që është një garë e kalimit me